Përshëndetje, unë jam Zamina Vasjari, këto janë 15 përgjigjet e mia për një kafe me labin. Nuk kam folur në për intervistat e mia për lidhjet e mia, për sa i përket jetës time private, por përgjigja e pyetjes që po më drejton është historia që kam. Është një histori disa vjeçare, kështu që kjo është historia më e bukur. Prishtina më kujton vetëm gjëra të mira. Sa herë vim Prishtinën kënaqem jashtëmase shumë, duke qenë se koha që vim Prishtinë është shumë e kufizuar, kështu që bëj gjëra shumë të bukura dhe mundohem që të largohem nga Prishtina me momente shumë të bukura dhe kujtime shumë të bukura. Prishtinën për herë të parë unë kam prekur përveç publikut dhe qytetin e Prishtinës, për herë të parë kam parë pasi jam bërë e njohur me këngën Veshti me Blerën, kështu që në një farë mënyrë më kujton dhe Blerën. Gënjeshtrën e urrej shumë, jo korrektsin, e gjë e tretë, s'po më vjen një gjë e tretë. Hunda është pjesa që më pëlqen më shumë të vetja. Intervista parë nuk më kujtohet përgjigjet, por intervista e mbaj mend në 2002, intervista parë ka qenë në momentin që unë kam dalë, jam shpallur Miss Shqipëria dhe atje kam dhënë intervistën time të parë. Po me detaje nuk e kujtoj. I bëj njerëzit për vete shumë, në momentin që kam kontaktin e parë. Nga ekrani nuk e di, po live e di që i bëj njerëzit për vete. Është një gjë kontradiktore që ndodh me mua, unë kompleks kam, domethënë gjithmonë në ekran apo në intervistat e mia nuk jam gjithmonë vetvetja. Është një gjë që më ndrydh, nuk jam 100% vetvetja. Ndryshoj nga jeta ime e përditshme, domethënë natyra ime ndryshon shumë në pjesën që unë shfaqem në ekran. Sigurisht besoj që ka njeri që mezi e pret vdekjen, friksohem shumë. Dua të jetoj, më pëlqen shumë jeta. Tani, unë kam, duke qenë se pëlqej shumë muzikën, normalisht më pëlqen dhe shumë këngëtare. Nuk mund të them një emër, më pëlqejnë shumë këngëtarë. Aktori që më pëlqen më shumë, që mi bën të shikoj filmat me shumë dashuri, është Jason Statham. Duke qenë se një nga këngëtarët e mi preferuar është Bruno Mars, pothuajse gjitha këngët e tij më ngjanë shumë kujtime, më fusin në mendime. Si kam numëruar, po me punën që bëjmë kam lëvizur në shumë shtete dhe besoj që janë shumë. Nuk mund të përmend, nuk mund t'i numëroj. Më është bërë kjo pyetje më përpara dhe kam thënë që nuk do bëja kur foto nudo, por që e bëra. Kështu që s'do guxoj të them më kur që s'do bëj gjë, sepse është edhe ajo shpreha kur mos thuaj kur, kështu që nuk po them më, s'do guxoj. Do guxoj.
Ju përshëndes të gjithë ata që ndjekin Një kafe me Labin, besoj se janë shumë. Përshëndes Prishtinën, përshëndes gjithë Kosovën, përshëndes Shqipërinë e Madhe, përshëndes Tiranën.